Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Sot do të ndalemi në një ajet kuranor ku do të komentojmë së bashku dhe do ta diskutojmë së bashku ajetin e 25 të surës Bekare, ku Allahu i Madhërisht thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl وَأُتُوا بِهِ مُتَشَبِّهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. E përgëzoj ata që besuan dhe bën vepra të mira, se ata do të jenë në xhenetin në cilin rrjedhin lumej. Sa herë që u jepet ndonjë ushqim nga frutat e tij, ata thonë, ky është që me të ushqyem dhe më parë. Nga se u sillet ushqimi ngjashëm, vetëm në formë e jo dhe në shije. Aty do të kenë ata bashkëshorte të pastra dhe aty do të jenë përgjithmonë. Wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihat. Pra përgëzoj ata që bëjnë vepra të mira. Përgëzoj ata që bëjnë vepra të mira. Dhe mos ndalo duke bërë vepra të mira. Dhe mos i dëgjo të tjerët se ky qen ka budalla që bën vepra të mira. Edhe pse afrohen shumë hipokrit, skull ose të padijshëm që duan të pengojnë udhtimin tënd, ti mos i dëgjo ata, sepse ti je në rrugën e dur dhe Allahu do të merr dhe do të ngrit në vendin e duhur, sepse Allahu i lartëson besimtarët dhe i poshtron pa besimtarët, ata të cilët bëjnë kurtha dhe intriga. Prandaj besimtarët Zoti do t'i lartësoj ata besimtarë pra që kanë synim gjithmonë të mendojnë mirë, të veprojnë mirë, të punojnë mirë, të bëjnë vepra të mira. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya. Pra ata që bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura tek Krijuesi, tek Zoti i Madhërisht. Andaj ti bëj mirë sepse Zoti ka më të lartësu, përkundër që ndoshta të kanë rrethuar rreth e përqark hiena dhe çakej, dhelpra dhe kafshë të rrezikshme. Ti prapse prap vazhdo misionin tënd të mirësisë dhe Allahu do të ngrit ty shumë lart dhe ata do mbesin në hipokrizinë dhe dyftërsinë e tyre dhe do të jenë të turpëruar në këtë botë dhe turpi do t'i mbulojë dhe në botën tjetër për shkak të veprave të tyre keqbërëse. Prandaj Allahu nuk i don zullumçarët. Allahu nuk i don zullumçarët, Allahu i don besimtarët. Ata të cilët punojnë ditën dhe natën me drejtësi dhe vepra të mira që të fitojnë xhenetin, sepse xheneti është beshiran, pra është përgëzim për kënd për ata që bëjnë vepra të mira. Ku për ta do të ketë xhenet të cilin rrjedhin lumej dhe ushqim të freskët që kur nuk e kanë hënë ngrënë më parë, e nuk është i ngjashëm dhe ndryshon dhe vazhdimisht është i shishëm dhe i këndshëm, sepse është ushqim i xhenetit. Dhe do të kenë mirësi dhe komoditet të përhershëm, jo të përkohshëm, sepse xheneti është i përhershëm, i përgatitur për ata që larguan pengesa nga rruga, për ata që ushqyen të smurët, nevojtarët, të papërkrahurit, ibn Sebil, të mbeturit në rrugë, për ata që kanë synim vazhdimisht të bëjnë vepra të mira dhe të hynë në kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Prandaj bëhu promotor lëvizjes i veprës së mirë. Nxit për të mirë, nxit për të ushqyer të tjerët, nxit për të bërë vepra të mira dhe mos nxit për të bërë vepra të këqija. Bëhu pra prej atyre që të kesh një vend të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe mos i dëgjoj ata që thonë boll ma ke bë mirë, shiko se nuk duhet me bë mirë. Po si ka mundësi, si e merr një drejt i thush dikujt tjetër boll ke bë mirë. Kur dihet se ne në këtë jetë kemi ardhur me ju bë mirë të tjerë dhe bëj mirë ashtu siç të ka bë mirë ty Allahu. Zoti të ka dhënë shumë të mirë aty. Ka njerëz që dirgjen spitaleve, ka njerëz pa kam, pa dur, pa sy, nuk shikojnë, janë të verbër, i ka sprovuar Allahu me dritat e syve. Ty Zoti të ka dhënë shikimin, të ka dhënë dëgjimin, të ka dhënë këmbët, durt, syt,
të ka dhënë shumë nimete dhe shumë begati. Ji mirënjohës, ji falendërues ndaj krijuesit i cili t'i dha gjitha këto të mira. Andaj përgëzoj ata që besuan, përgëzoj besimtarët, se për ta do të ketë vend të nderuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra Allahu do t'i lartësoj edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Edhe pse ndoshta mund të jenë të rrethuar për njerëzve pra që nuk ja dojnë të mirën atyne njerëzve besimtarë dhe të mirë, prapse prap fitoria u takon pra besimtarëve, sepse ata kanë synim dritën, kanë synim udhëzimin, arsimin, drejtësinë, moralin, ndershmërinë. Prandaj synimet e larta Allahu i lartëson. Synimet e larta dhe të sinqerta Allahu i ngrit lart e më lart. Prandaj bëhuni prej të tillëve që vazhdimisht pra të bëni vepra me të cilat Allahu është i kënaqur me ta. Selam aleikum.